të Akshi nuk ka asnjë mundësi kontrollit. Për faktin që këto i bëjnë projektet sipas dëshirës dhe urrejtësit të tyre të shfrenuar, se nuk ka një njësi masë se sa do të jetë produkti, paketa, ajo, kjo. Pra, aty këto kanë kthy si një parcel të qartë korrupsionit, me vetdije. Pra, nëse të vendet e tjera ka mekanizma që nuk funksionojnë, nuk kontrollohen, të Akshi është një band kriminale me mandat shtetëror, politik, kuptohet, i dirigenti është Edi Rama, kjo është pa diskutueshme, dhe pjesa tjetër pastaj është mekanizmi. Ajo që unë do them, goditja e parë këtyre ju ka ardhur nga ish zëvendës kryeministri Ahmedaj. Pra, ai ka përmendur një realitet të tillë. Ishte akuza më e rëndë, është tjetër kur akuzon një opozitar që i ka me dëgjuar, me thashë dhe në kuadër të të bërit opozit. Dhe kundër apo don me përdorë politikisht, është tjetër kur një njeri që ka qenë pjesë e brendshme atij, e ka kuptuar se ku janë to hallka, ndoshta edhe i ka kundërshtuar në bisedat private apo institucionale, dhe kjo i ka hap gropën. Se ne dim që e kemi të shpallur në kërkim një personazh që s'ka hidhur firmë në asnjë vend, dhe kjo është absurdi, nuk pash